gjitha shërbimet e teknologjisë informacionit të qeverisë shqiptare sot janë në kolaps. Por në mënyrë të veçantë biznesi është në krizë. Biznesi ka të pamundur të marrë çfarëdo lloj shërbimi që ka nevojë, qoftë nga tatimet, qoftë nga institucione të tjera, qoftë nga e-Albania, dhe në mënyrë specifike profesionistë e lirë janë duke vuajtur shumë. Gjithë ju kujtohet betejë që fituam gjykatë kushtetuese për profesionet e lira. 20.000 profesionistë të lirë, fjala e tyre u dëgjua. Ndërkohë që për një pjesë të vogël të tyre që nuk patëm zgjidhje dhe gjykata kushtetuese i dha një zgjidhje gjysmake, sot po përballen me një sistem i cili është i pezulluar. Çfarë ndodh praktikisht? Gjithë profesionistë e lirë që shkojnë ke sistemi self-care për të marrë një faturë, për të gjeneruar një faturë, për të llogaritur kostot e tyre, për të pasur një analizë në fund të ditës të punës tyre, kanë të pamundur. Tani imagjinoni një profesionist lirë që është një biznes i vogël që nga mëngjesi në darkë ropatet për të marrë qoftë edhe një faturë të vetme dhe ka të pamundur që ta bëjë këtë në sistem. Këto janë biznese që kanë paguar taksa. Këto janë tatim pagues të rregullt të Republikës së Shqipërisë. Këto janë njerëz që janë korrekt me shtetin. E sot nuk po marrin as shërbimin minimal. Kjo është qeveria e shërbimeve. Kjo është qeveria që mban medaljet kota. Do mbaj dikush përgjegjësi për këtë? Ai vjen turp dikujt që sot e ka kthyer gjithë biznesin shqiptar në një biznes i cili nuk ofron dot asnjë shërbim, që nuk kanë asnjë lloj kontakti, asnjë komunikimi me shtetin, që nuk gjenerojnë dot një faturë. Kjo është Shqipëria digjitale. Ajo është Shqipëria që nuk ofron dot asnjë certifikat për biznesin. E mos harrojmë që këto biznese janë duke paguar taksa të rritura, çmime të kripura, që deri dje i blenin me një blok për 100 lekësh, sot paguajnë fatura shumë të larta fiskalizimit. Qeveria shqiptare jep vetëm error 404. Ky është sistemi digjital. Biznesi në kolaps dhe biznesi në krizë.